Vlora Vionende të jetë destinacioni i pushimeve low cost, jo vetëm turistët e huaj, por edhe pushues vendas dhe qytetarë të Vlorës që qëndrojnë në Bregdet dhe shpenzojnë pak. Kjo për shkak të çmimeve të larta që i detyrojnë, siç tregojnë edhe vet ata, të marrin një shtëpi me qira dhe të gatuajnë në të, ndërsa plazhin ta bëjnë në hapësirat publike. Pushuesit thonë se çmimet në bare, darkat në restorante nuk i përballojnë dot me pagat dhe pensionet që kanë, ndaj vendosin që të pushojnë në këtë mënyrë. Sipas tyre do të donin që çmimet të ishin më të ulta, por ndërkohë ato vetëm rriten. Pushuesit thonë se për çmimet duhet të ketë sigurisht kontroll. Dita e parë e plazhit? Dita e parë, po. I lumtur shumë në rast. Çfarë përshtypje ke për Vlorën? E bukur, e mirë, edhe mikpritse. Si kemi provuar akoma, sa kemi ardhur, në shofi. Ke ardhur me çadrën tuaj? Po, se them dot, mirë duket dhe kaq. Sipas xhepit. Kalon në Vlorë me pushimet? Po, shumë mirë. Sa ditë ke që ke bërë plazh? Kam një 15 ditë. 15 ditë? 15 ditë. Vlora gjithnjë më e bukur po bëhet. Deti shumë i pasur si vjet. Si vjet deti vërtet është më i pasur se vjetja, sepse derdhëshin me Torino, po si vjet është më mirë. Po çmimet si janë? Çmimet neve kemi ham vetë kështu me të gatuar. Është e vështirë të vesh në restorantet e Vlorës që mund të vesh çdo ditë në restorante, është e papërballueshme? Është e papërballueshme. Është e papërballueshme. Të vajtur çdo ditë, jo. Jo, s'ka ndonjë. Nuk mund të them gjë sepse nuk i di çmim, si mbajmë çmimet e kaluara. Këtë vit ka qenë plera e gjallë, sezoni shumë i mirë. I qetë, i mirë, i pasur, turista plot. Edhe lonjatët janë treguar të mirë me njerëzit, të respektueshëm. Çmimet aty janë. Tirana se ka më të lira se Vlora. Çmimet këtë sezon veror krahasuar me një vit më parë në bare, restorante, por edhe në njësi të tjera biznesi kanë pësuar një rritje nga 10 deri në 15%, ndërkohë që rritja e çmimeve nga viti në vit konsiderohet si dëmtuese e sektorit të turizmit në uljen e numrit të pushuesve këtë verë.